shpërblimi më i madh do të jetë takimi me Allahun Azza wa Jall. Shpërblimi më i madh është mundësia që ta shikojnë Allahun Azza wa Jall. Wujuhu yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Atë ditë disa fytyra do të jenë fort të ndritshme, duke shikuar Zotin e tyre. Dhe profeti alayhi salatu wasalam shprehet, kur banorët e xhenetit hyjnë në xhenet, Allahu i lartëmadhëruar, i lartësuar, do të thojë atyre: a dëshironi edhe diçka më tepër? Ata përgjigjen: a nuk na i zbardhe fytyrat tona? A nuk na futen në xhenet? A nuk na shpëtove nga zjarri? Si më thënë, e ku ka mirësi më të lartë se kjo, ne këtë shpresonim, këtë gjetëm. Atëherë Allahu do ta heq hijabin, mbulesën, dhe atyre nuk do t'u jepet asnjë dhuratë më e dashur se sa shikimi i Zotit të tyre, të plotfuqishmit dhe të madhëruarit. Transmeton Muslimi.